Ndodhemi në Bitpazar ku pas disa paralajmërimeve të shumta është larguar konstruksioni i kioskës Ali Tobacco, e cila zinte një pjesë të trotuarit pranë urës. Hapësira tashmë është liruar, duke mundësuar një lëvizje më të lehtë për qytetarët. Largimi i kioskës vjen në kohë kur autoritetet e qytetit të Shkupit kanë paralajmëruar masa për lirimin e hapësirave publike dhe rritjen e sigurisë në këtë zonë. Sipas informacioneve, ajo nuk është mbyllur, por është vendosur në një lokacion tjetër në afërsi, duke vazhduar aktivitetin e saj. Për ngjarjen ka reaguar edhe kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, duke publikuar edhe pamje nga aksioni. Me një fjalë të mirë dhe me qasje të përgjegjshme, nuk ka zgjidhje të pamundura, ka shkruar ai. Ndërkohë, ende nuk është marrë një vendim përfundimtar për vendkalimin ilegal të këmbësorëve pranë Bitpazarit, i cili prej vitesh përdoret nga qytetarët, pavarësisht se nuk është i shënuar zyrtarisht. Autoritetet kanë paralajmëruar se çështja do të diskutohet më tej, me opsione që përfshin mbylljen e vendkalimit ilegal dhe gjetjen e një zgjidhjeje të re për qarkullimin e këmbësorëve, duke pasur parasysh debatet rreth urës ekzistuese për këmbësorët, e cila prej kohësh nuk është funksionale.